Meleku i shpalljes, Gjibrili a.s. Një ditë paqësore në Medine, pejgamberi Muhammed a.s. ishte ullur me melekun e fuqishëm, Gjibrilin a.s. Ata po bisedonin, ndoshta duke diskutuar shpalljen ose çështjet e umetit, kur papritur ndodhi diçka e frikshme. Qielli filloi të çahej, një dritë verbuse u shfaq e ndjekur nga një melek gjigant që zbriste nga qielli. Pejgamberi ngriti syt me habi, por më pas vuri re diçka. Gjibrili, i njëjti melek që ngrinte male, shkatronte kombet e tëra me urdhrin e Allahut, që solli Kur'anin nga qiejt papritur, u duk i frikësuar. Trupi i tij u bë më i vogël, krahët ju palosën për brenda. Dhe ai u përgatit sikur diçka e rrezikshme po vinte. Vetëm kjo e bëri pejgamberin edhe më vigjilent. Nëse Gjibrili ka frikë, atëherë kush është ky melek? Ndërsa qenia e fuqishme afrohej, ai foli me një zë që të nditi ajrin. O Muhammed, unë jam një i dërguar nga Zoti yt, jam dërguar për të dhënë një zgjedhje. Mund të zgjedhësh të jetosh si një shërbëtor i përulur i Allahut, ose mund të jetosh si një mbret i fuqishëm, si pejgamberi Sulejman a.s. duke sunduar me pushtet dhe pasuri. Pejgamberi paqja qoftë mbi të nuk i përgjigj më njëherë. Ai u kthye nga Gjibrili duke kërkuar udhëzim. Gjibrili i dha një shenjë të vogël të lehtë. Ai pohoi me kokë botësisht, duke nxitur të zgjidhte për ulësinë. Dhe kështu pa hezitim, pejgamberi u përgjigj. Zgjedh të jetojë si një shërbëtor i përulur i Allahut. Meleku përkul dhe u kthye në qiell. Pejgamberi u kthye nga Gjibrili dhe pyet: kush ishte ai melek? Tek kishte frikë. Gjibrili u përgjigj: pasha Allahun, kur nuk e kam parë atë të zbres më parë deri sot. Ai ishte Israfili, angjëlli i caktuar për të fryrë surit për fundin e botës. Ai vjen vetëm për një arsye, për të shpallur fillimin e fundit. Isha frikë se dita e gjykimit kishte filluar. Imagjinoje këtë, meleku që do të fryjë surin përfundimtar aq i fuqishëm, saqë edhe Gjibrili udhëheci të gjithë melekëve u trem nga paraqitja e tij. E megjithatë çfarë zgjodhi pejgamberi? Jo pushtet, jo mbretëri, por shërbëtorinë, për ulësinë. Ky është karakteri i të dërguarit tonë, paqja qoftë mbi të. Gjatë natës së Isras dhe Mirajit ndodhi diçka e mrekullueshme. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, u mor në një udhëtim nga Qabja në Mekë deri në Al-Aqsa, në Aksan e sotme, duke hipur mbi një krijesë të bukur të quajtur Burak, më shpejt se çdo gjë në tokë. Prej andej ai u ngjit në qiell një nivel pas tjetrit, në secilin qiell ai takoi pejgamber të ndryshëm: Ademin, Yahyan, Isan, Yusuf a.s., Idrisin, Harunin, Musain a.s. dhe në fund Ibrahimin, paqja qoftë mbi të gjithë. Secili prej tyre e mirëpriti me dashuri dhe nder, por udhëtimi nuk përfundoi. Vazhduan të ngjiten gjithnjë më lart, derisa arritën në një vend ku asnjë krijesë nuk kishte shkuar më parë, Sidratul Muntaha, pema madhështore e kufirit më të lartë. Ky është skaji i krijimit. Te isaj as melekët nuk mund të kalojnë. Ishte u Gjibrili, meleku që kishte qenë me pejgamberin në çdo hap të rrugës, pa pritmas ndaloi. Ai u kthye nga pejgamberi dhe i tha: O Muhammed, këtu është vendi ku unë duhet të ndalem. Nëse shkoj me tej, do të shkatrohem nga drita. Do të shkatrohej edhe Gjibrili, i bërë prej drite. Ishte frikë të shkonte me tej. Por pejgamberi Muhammed a.s. vazhdoi vetëm. Ai kaloi kufirin dhe qëndroi në praninë hynore të Allahut, aty për tej kohës dhe hapësirës. Allahu i dha dhuratën e namazit, 5 kohët ditore. Jo nëpërmjet Gjibrilit, jo nëpërmjet një ëndre, por drejt për drejt. Atë natë pejgamberi arriti një vend ku askush tjetër nuk mund të arrijë, as meleku më i madh. Nuk ishte forca, as krahët, as shpejtësia që e çuan atje. Ishte afërsia e tij me Allahun, zemra e tij, sinqeriteti i tij. Dhe deri më sot namazi është lidhja jone drejt për drejt me atë moment. E dritën që asnjë melek nuk mund ta durojë. Pasur një kohë kur pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ishte ndier plotësisht i vetëm. Pas vdekjes së gruas së tij të dashur Hatixhes dhe mbrojtësit e tij Ebu Talibit, ai shkoi në një qytet pranë të quajtur Taif, me shpresën se njerëzit do ta dëgjonin mesazhin e tij. Por çfarë bën ata? E tallën, e fyen dhe më keq akoma, i dërguan fëmijët dhe skllëvrit e tyre që ta godisnin me gur. Gur pas guri goditnin trupin e tij. Sandalet ju mbushën gjatë. Zemra ju thye jo nga dhimbja, por sepse ata kishin refuzuar mesazhin e Allahut. Plagosur dhe i raskapitur, ai ul në një pemë dhe ngriti duart në një nga lutjet më emocionale të regjistruara ndonjëherë. O Allah, nëse ti nuk je i zemëruar me mua, atëherë nuk më shqetëson, por mëshira jote është më e dashur për mua. Ai nuk kërkoi hakmarrje, kërkoi mëshirë. Pastaj ndodhi diçka. Qiejt u ndryshuan. Gjibrili u shfaq jo vetëm, por me angjëllin e maleve për krah. Gjibrili tha: O Muhammed, Allahu ka dëgjuar çfarë të bën ata. Nëse dëshiron melek, do t'i shkatroj ata mes dy male. Ishte një opsion shkatrimi total.
një përgjigje justifikuar. Por pejgamberi paqja qoftë mbi të shikoi drejt Taifit dhe tha: "Jo, shpresoj që nga fëmijët e tyre një ditë do të vinë njerëz që adhurojnë vetëm Allah." Ai zgjodhi mëshirën përsëri. Ky ishte një njeri që mund të thërriste me lajket, por në vend të kësaj zgjodhi faljen. Ai shihte përtej dhimbjes drejt së ardhmes. Dhe sot Taifi ka xhami, besimtar, recitues të Kuranit, dietar, lutja e tij u bë realitet. Një ditë ndërsa shokët ishin ulur me pejgamberin, paqja qoftë mbi të, një burr hyri në xhami. Ai ishte flokë të zeza, si çimyri, rroba të bardha të ndryshme, por asnjë shenjë udhëtimi. Askush nuk e njihte. Ai eci drejt Resulullahit, u ul afër gjunjë për gjunjë dhe filloi të bëj pyetje. Çfarë është Islami? Çfarë është imani? Çfarë është ihsani? Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj secilës pyetje me qetësi. Pastaj burri pyeti: "Kur është ora e Kiametit?" Pejgamberi alayhis salam tha: "Ai që po pyetet nuk di më shumë se ai që po pyet." Pas kësaj ai burru largu. Shokët qëndruan në hesht. Pastaj pejgamberi u kthye nga ata dhe tha: "A e dini kush ishte ai?" Ata thanë: "Allahu dhe i dërguari i tij e dinë më së miri." Ai u përgjigj: "Ishte Xhibrili. Ai erdhi për t'ju mësuar fenë tuaj." Edhe në formën njerëzore Xhibrili po sillte shpallje, jo vetëm për pejgamberin, por për ne të gjithë. Dhe ky transmetim hadith u bë një nga mësimet më të rëndësishme në Islam. Ishte pranë fundit të jetës së pejgamberit, paqja qoftë mbi të, ai ishte dobësuar, trupi i tij ishte në dhimbje, ai binte pa ndjenja dhe zgjohej sërish, përsëri. Por në ato momente shqetësimi i tij nuk ishte vetëm për veten, por për umetin e tij, për popullin e tij, për ne. Një ditë ndërsa pushonte në shtëpinë e gruas së tij të dashur, Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, Xhibrili erdhi tek ai për herë të fundit. Pejgamberi i tha Aishës: "O Aisha, sot djeva një dhimbje në kokë si kurrë më parë." Ajo mbajti butësisht duke u përpjekur të ngushëlloj. Dhe pastaj Xhibrili u shfaq. Por këtë herë ai erdhi qetësisht. Fytyra e tij nuk ishte aq e ndritshme. Krahët e tij të ulur në pikëllim. Ai tha pejgamberit: "O Muhammed, meleku i vdekjes është në rrugë dhe për herë të parë në histori ai do të kërkojë leje para se të hyjë." Zakonisht meleku i vdekjes nuk kërkon leje. Ai thjesht vjen. Por për pejgamberin e mëshirës Muhammed alayhis salam, të dashurin e Allahut, edhe meleku i vdekjes kishte nevojë për leje. Xhibrili tha: "Allahu të ka dhënë një zgjidhje. Nëse dëshiron mund të qëndrosh në këtë botë ose mund të kthehesh te Zoti yt." Pejgamberi pyet: "A do të jem me Zotin tim?" Xhibrili buzëqeshi lehtë dhe tha: "Po, me shoqëruesin më të lartë." Me një zë të butë pejgamberi alayhis salam u përgjigj: "Atëherë zgjedh shoqëruesin më të lartë, Ar-Rafiqul A'la." Fytyra e Xhibrilit ndryshoi. Ishte hera e fundit që ai do të fliste me njeriu që kishte shoqëruar për 23 vjet. Ai kishte parë shpalljen e Kuranit në zemrën e tij, kishte parë të çante për popullin e tij, kishte parë të ofendohej edhe nga populli dhe të tallej dhe të rrihej, por kur të mos dorëzohej. Dhe tani kishte ardhur jam të mirë. A mund ta imagjinosh trishtimin që ndjeu Xhibrili? Pejgamberi më i madh, më i miri i krijimit, mëshira për botën, po kthehej në shtëpinë e tij. Dhe Xhibrili nuk do të zbriste më kurrë në tokë, ndërsa pejgamberi qëndronte në krahët e Aishës. Meleku i vdekjes, Melekul Maut, qëndroi te dera dhe pyet: "O i dërguari i Allahut, a mund të hyj?" A mund të hyj. Pejgamberi dha leje. Pastaj meleku tha: "O i dërguari i Allahut, a mund ta marrë shpirtin tënd?" Dhe pejgamberi paqja qoftë mbi të u përgjigj: "Po, nëse kjo do të thotë të jem me Zotin tim." Në mënyrën më të butë të mundshme meleku mori shpirtin e njeriut më të dashur që ka shkelur ndonjëherë kjo tokë. Aisha tha: "Dora e tij ra dhe sytë e tij vend të palëvizshëm." E dija që kishte ndërruar jetë. Dhoma u mbush me heshtje. Jetë u zymtuar, toka ndaloi. Pejgamberi mëshira për njerëzimin ishte kthyer te krijuesi i tij, por e dini cilat ishin fjalët e tij të fundit? Jo për pallate, jo për dhimbje. Fjalët e tij të fundit ishin: "Ummeti im, bashkësia ime." Edhe në fund, ai po mendonte për ty. Po, për ty. Pejgamberi alayhis salam tha: "Kam dëshirë të shoh vëllezërit e mi." Shokët e tij pyetën: "A nuk jemi me vëllezërit e tu?" Ai tha: "Ju jeni shokët e mi, por vëllezërit e mi janë ata që besuan në mua, edhe pse nuk më pan kur. Ky je ti, ky jemi ne." Ai na deshi para se të lindim. Ai qau për ne në errësirën e natë. Ai lutej Allahut të na falte përsëri dhe përsëri. Ai nuk është më me ne fizikisht, por mesazhi i tij, dashuria e tij dhe shembulli i tij mbeten të gjallë. Kështu që herën tjetër kur të falesh, dije kur ta falesh namazin se po mban në duar dhuratën që ai mori në udhtimin e natës. Herën tjetër kur të tregosh mëshirë, kujto si i fali ai ata që e gjujtën me gur, dhe kur
të ndihesh vetëm, kujtoje që një njeri zgjodhi të vuaj vetëm që ta sjell ty këtë të dritë. Dhe gjithmonë kujto ditën kur edhe Xhibrili pati frikë. Ishte dita kur pejgamberi ynë zgjodhi të jeti për ullur që ne të mund të ngrihesh. Këto nuk ishin takime të zakonshme, ishin momente që zbuluan peshën e botës së padukshme. Momente kur me lajket qëndronin në habi dhe pejgamberi qëndronte i palëkundur në mëshirë, në përullësi, në dashuri për Allah. Melekët janë të fuqishëm. Për zemra e pejgamberit ishte edhe me